Shikuestror, ju përshëndesim rikthyer sërish në TikTok, ku do ndalemi edhe ditën e sotme, tashmë tek zhvillimet e fundit, protestat në vendin tonë, por edhe të se çka po ndodh tashmë me Zvërnecin, dhe kam të ftuar ditën e sotme për diskutuar mbi këto zhvillime Bler Vakën. Bler, të përshëndes kënaqësia. Përshëndetje, kënaqësia ime. Atëherë Bler, për ta nisur me atë çka po ndodh tashmë në vendin tonë, protestat, do doja të pyesja nëse ti ke marrë pjesë në këto protesta dhe si po i sheh tashmë këto zhvillime. Protestat gjithmonë në pamjen e jashtme duken si një diçka pozitive që ushtrojnë presion ndaj pushtetit dhe ndaj politikës që përmirësohet, por ka edhe efektet e veta negative në saj të mënyrës se si zhvillohen edhe të boshtit qendror që i udhëheq ato. Protestat gjën më pozitive që kanë është që kanë zgjuar në përgjithësi popullin shqiptar, kanë sensibilizuar edhe duket si një bashkim i të gjitha grupimeve të ndryshme. Në këto protesta janë duke u bërë pjesë aktive të gjitha kategoritë e njerëzve, të gjithë kanë diçka për të protestuar dhe shkojnë aty, të gjithë i kanë mërzitur diçka, por siç e kam thënë edhe në një nga fjalimet e mia si antari i departamentit të Brain Gain, në një fjalim që njeriu më i urryer dhe më i pa dëshiruar politikisht është ai që po lakohet sot për të dhënë ndërheqje, edhe pavarësisht se shqiptarët vitin e kaluar e votbesuan ndoshta, mund të themi, por edhe nuk e votbesuan ata, por sistemi ishte i tillë i kapur, siç normalisht pranohet nga shumë analiza edhe të pa anshme, domethënë politikisht, por populli ka arritur të zgjohet edhe në një farë forme ta vrasi frikën. E qartë, Bler, nga ana tjetër, se i përket këtyre protestave tashmë që po zhvillohen, e cila nisi pikërisht me atë çka ndodhi në Zvërnec, nga ana tjetër kemi pasur dhe kryeministri, nga reagime nga vetë kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, si i ke parë? Kryeministri mendoj që është në habitatin e vet. Mu nuk më habit asgjë nga ai po vazhdon të bëj atë që ka bërë historikisht, domethënë, prej kur i ka hyrë jetës aktive politike si kryetar bashkiak, nuk ka asnjë gjë të re nga kryeministri. Ai po përpiqet që ta kthejë këtë protestë në bumerang negativ për protestuesit dhe në bumerang pozitiv për veten e tij. Gjithçka ajo çfarë bën ai është brenda kornizës kryeministrit, nuk ka ndryshuar asgjë. Shqiptarët nuk është se po e njohin sot, por shqiptarët ndoshta kanë gjetur sot motivin për të reaguar ndaj tij. Për shembull, dje më kontaktoi një miku im dhe më tha, shiko Bler, unë jam duke shkuar nga Durrësi në drejtim protestës Vetikatri. Asnjëri nga ne nuk jemi prej protestuesve dhe nuk marrim vesh shumë nga këto gjëra, por boll është boll, tha, kështu që i ka ardhur momenti për të thënë boll. Nuk mund të flasim me shifra ose me përgjithësi, a janë gjysma apo nuk janë, por nga opinioni im dhe nga ajo çfarë shoh unë dhe çfarë kam konstatuar unë është që ndoshta gjysma atyre protestuesve aty janë njerëz që kanë votbesuar njerëzit e Ramës në zgjedhjet e kaluar. Jo për shkak të simpatisë ndaj regjimit të tij, por sistemi i tillë që duhet ta pranojmë dhe duhet ta themi, sistemi patronazhist që përpiqet që t'i joshi edhe t'ja u zgjidhë hallet 30 ditë para zgjedhjeve njerëzve, i ka bërë që të votojnë indirekt Ramën, ose edhe ata të cilët kanë menduar që nuk po votojnë Ramën, duke qëndruar në shtëpi e kanë votuar Ramën, edhe ata të cilët kanë votuar partitë e vogla, që realisht dije që nuk do të arrinin të kalonin pragun edhe ta kthenin në një përfitim, kanë votuar Ramën. Kështu që në një farë forme është
pak po sigur që gjysma, diçka më pak, diçka më shumë, në një farë forme vitin e kaluar kanë votë besuar Ramën. Për të mos thënë që ka edhe një pakicë prej atyre që kanë dalur hapur dhe kanë shprehur që e kanë votuar Ramën, janë edhe njerëz publik që kanë treguar që e kanë votuar sistemin e Ramës vitin e kaluar dhe tani duan t'i thonë boll. Kjo është pak a shumë korniza e kësaj proteste. Po të shikosh nga jashtë këto duken si gjë pozitive, po pjesa negative është se si do shkoj më tej. Për të bërë një parashikim se si do shkoj, është e vështirë deri diku, por jo dhe aq. Nëse nuk arrim që gjithë këtë uragan protestash ta instrumentalizojnë nëpërmjet opozitës kryesore në këtë vend, dhe të gjejnë mënyrën se si të bëjnë një bashkëpunim me opozitën zyrtare, atë reale edhe të madhen, edhe atë që pavarësisht se disa prej protestuesve hedhin shashka dhe hedhin sulme edhe ndaj opozitës duke e quajtur si pjesë të sistemit, në qoftë se nuk e gjejnë gjuhën e përbashkët me këtë opozitë që është e institucionalizuar, atëherë protesta do shkojë në bumerang negativ për shqiptarët. Eshard Bler, se i përket këtyre zhvillimeve dhe protestave, cili ka qenë ndërkaqe dhe reagimi i opozitës dhe qëndrimi që e ka mbajtur deri më tani? Shiko, jo pse jam pjesë e departamentit Brain Gain, por dhe një prej arsyeve që pse jam pjesë e departamentit Brain Gain është thjeshtësisht diçka filozofike dhe ideologjike në diskursin tim politik edhe brenda, por normalisht edhe publikisht kam shprehur që mënyra e vetme për të vendosur një përparim edhe një zhvillim për vendin është të instrumentalizohet opozitarizmi në vend edhe të luftohet nëpërmjet ideologjisë. Pavarësisht se të gjithë njerëzit aty që dalin i bëjnë disa edhe llogari të jetës tyre, vështirësive që po hasin, edhe kanë një dell dhe një vulkan shpërthimi për shkak të shumë pamundësive që nuk arrin të realizojnë disa gjëra në këtë vend, në thelb duhet një bosht shumë i fortë ideologjik për të mbajtur protestën, meqense po flasim për protestën, por realisht edhe për të bërë një rotacion edhe për të bërë një zhvillim dhe një integrim të Shqipërisë. Protesta, duhet ta themi edhe këtë, që mos ta harroj, kjo protestë, sa është e sinqert, ka dhe pjesën e hipokrizisë brenda. Që do të thotë? Siç e thash edhe më parë, që një pjesë e këtyre e kanë votbesuar këtë regjim. Opozita ka qenë konsistente, dhe duke qenë konsistente ka kërkuar që kjo protestë të realizojë dhe të zhvillohej shumë kohë më para. Ka qenë denoncuese ndaj gjithë atyre gjërave që secili prej atyre protestuesve në mënyrë individuale i denoncon. Pastaj kjo protestë në përgjithësi disa prej atyre që kanë marrë fjalën edhe prej atyre që kanë marrë iniciativa, po themi, kanë dalë në 4-5 pika. Në pikën kryesore dorëheqjen e Edi Ramës dhe pastaj shfuqizimin e ligjeve jo për investitor strategjike, paketën e maleve e tjerë, por problemi nuk janë vetëm këto. Problemet janë shumë më të mëdha, ai shprehin edhe protestuesit, edhe ata që marrin fjalën në mikrofon gjatë protestave, por edhe po ti pyesësh një për një prej atyre arsyet pse po protestojnë janë nga më të ndryshmet edhe të shumtat. Pra, a ishte zvërneci Bler, le të themi maja e icebergut që ndezi të gjithë të revoltë qytetare? Zvërneci dhe mënyra se si erdhën situatat, fakti që në sytë e policisë shtetit një polici private shkelte ligjin, mënyra se si reagoi pastaj policia institucionale, Ministria e Brendshme, kryeministrit, ishin një kështu një atmosferë që krijoi një shpërthim shumë të madh tek njerëzit, një frikë
ata vazhdimisht kanë qenë në frikë dhe kjo ka qenë ndoshta edhe arsyeja pse nuk kanë reaguar, por shkoi në limitin që nuk më mbante më. Përveç pjesës që duhet ta them që janë prish shumë ekuilibra këtë herë, shumë ekuilibra të cilët kanë ndikuar që qoftë edhe nëpërmjet rrjeteve sociale, qoftë edhe nëpërmjet thirrjeve të disa njerëzve që janë mediatik, preken edhe të sensibilizohen zemrat e njerëzve. Pastaj pjesa që të rinj që janë bërë pjesë e protestave, do çonte në këtë rezultat, sepse të rinjt japin eufori, japin zjarr, japin energji, edhe kjo i bashkon të rinjt. Pastaj në momentin që të gjitha grupmoshat e shohin pjesën më vitale që po reagon, i shkon në mbështetje. Në protesta, si asnjëherë më parë, kemi edhe fëmijë, kanë gjetur mënyrën se si të argëtojnë aty tek sheshi, metaforikisht për treguar që kjo është edhe Shqipëria jonë, sheshi jonë, e meritojmë këtë jetë. Janë shumë ngjarje që kanë rrjedhë fakti që shumë aksidente, shumë jetë fëmijësh që po humbasin për shkak të neglizhencës pushtetit. Janë bërë shumë, edhe si duket u derdh kupa. Bler, ndërkaq ti je pro apo kundër këtij investimi që do të bëhet në Zvërnec? Për qenë përfundimisht pro apo kundër duhet jesh në dijeni të gjithçkaje çfarë do ndodhi edhe të projekteve. Vetë qeveria edhe një prej arsyeve për shembull që nuk pa arrin sado që përpiqet që t'i shuaj me ato sarkazmat ose ironit ose talljet me protestues, nuk pa arrin t'i shuaj sepse është e mjegullt. Edhe duke qenë e mjegullt, se çfarë do investohet, kush është investitor, pavarësisht se kanë dalë disa emra, në fund po na dalin ata që kanë marrë leje ndërtimi. Kryeministri tha nuk është dhënë asnjë leje punimi e ndërtimi, ndërkohë që dolën që ishin dhënë leje. Edhe ishin dhënë leje për emra që njihen që janë afër pushtetit, domethënë. Edhe kjo të bën që të jesh skeptik edhe ndoshta që jesh kundër, duke e parë nga fakti mjegullës që e shoqëron atë. Por investimet pavarësisht në zonat mbrojtura, unë jam për qenë realist, unë jam pro investimeve të planifikuara mirë, të mos e dëmtojnë natyrën. Nuk më pëlqen të jem edhe si qaramanat ambientalistë të cilët vazhdojnë edhe qajnë për një gjie, për një ishull që nuk është se dëmtohet në ato parametra siç reklamohet, ndërkohë që në jetën e tyre përditshme në vazhdimsi nuk prekupohen as për ndotjen reale që ndodh nëpër rrugët e qyteteve tona, nuk sensibilizojnë për një transport më të mirë publik me trene, me elektricitete. Domethënë ka një farë hipokrizie shoqërore, shpeshherë këto shoqëron nga agenda caktuara, qoftë agenda ekonomike, qoftë agenda me prapavi politike. Njerëzit duhet jenë më të sinqertë, edhe prandaj theksova pak që edhe tek kjo proteste ka pjesën e vet hipokrizisht. Nuk mund të më mbështes çdo gjë dhe them që është gjithçka okay në këtë pjesë të protestës, sepse nuk është e nevojshme që të shprehemi pozitivisht edhe të ndryshojmë deklaratat edhe qëndrimet tona për shkak nevojës për t'u pëlqyer nga të tjerët. Në fakt, Bler, sa i përket këtyre zhvillimeve të fundit ka pasur edhe një tjetër përplasje mes kryeministrit shqiptar, por edhe Iranit, cilën e akuzoi se ishte pjesë organizatore e këtyre protestave. Si është? Të thash, kryeministri është në habitatin edhe në kornizën e vet. Ai do bëjë çdo përpjekje të kapet kudo, të nguli një gosht diku edhe të shpresoj që duke u kapur tek ajo gosht do shpëtoj nga rënja në humner. Goshta, ngul gosht këtu, ngul gosht aty, deri tani ja ka dalë, domethënë është brenda stilit edhe natyrës së tij. Këto deklarata përpiqet që
gjej miq agenda qoftë brenda dhe qoftë jashtë vendit që në një farë forme të zbrapsen nga përpjekja mediatike ose edhe përpjekja e njerëzve publik brenda dhe jashtë vendit që mos ta vënë konsistent në sulm ose në kërkim llogarie në thojza, e bën për këtë arsye, sepse duke gjetur armiq, qoftë real, qoftë imagjinar, do sensibilizoj njerëz që t'i afrohen atij, kështu që është në këtë përpjekje. Megjithatë, ekziston mundësia, nuk duhet parë vetëm negativisht, duhet parë edhe pozitivisht ndoshta, nëse ka një ndërhyrje, por me sa duket edhe rrjetet sociale, edhe njerëz me shumë shikueshmëri në botën virtuale po bën një farë ndërhyrje brenda sistemit. Domethënë Facebooku për llogaritë vet, edhe rrjetet sociale, TikToku, ato nëpër algoritme, dhe njerëzit që kanë shumë shikueshmëri për të sensibilizuar më shumë. Por kjo ndihmon protestën, nuk diskutohet, por nëse nuk kanalizohet në mënyrën e duhur institucionale dhe përtej propagandës shumë agjendave, do jemi të humbur në këto protesta. Nëse atëherë arrijmë që protestuesit edhe të gjithë faktorët bashkohen drejt një qëllimi kryesor, dhe qëllimi kryesor dhe që do realizonte gjithçka çfarë kërkon kjo protestë, do të ishte arritja një qeverie paraprogratitore për zgjedhje të lira dhe demokratike, zgjedhje të cilat para se të shkojnë njerëzit në votime të arrijnë të çmontojnë gjithë sistemin edhe të propagandës, edhe të patronazhimit, edhe të ndërhyrjes tek vullneti i njerëzve. Nëse nuk bëhet kjo, atëherë kjo protestë vetëm do betonoj sistemin e keq, edhe shumë të keq që është ndërtuar në këto vite. Unë bëj shpeshherë një krahasim dhe sjell protestat e armëve kimike si argument për treguar që protestat që nuk kanë prapavi të qartë politike dhe të instrumentalizuar nëpërmjet opozitës kryesore, ato proteste janë destinuar të shërbejnë regjimit. Për këtë kam bërë një shkrim si antar i departamentit të Brengen që është publikuar në dhjetor të 2025-s dhe kam treguar disa prej shteteve të Europës ish-komuniste, të cilët kanë pasur vazhdimisht opozit brenda vendeve të tyre, por kanë pasur opozit nëpërmjet kryesisht të organizuar nëpërmjet OJF dhe OJQ. Dhe ato e kanë humbur çdo betejë demokratike, këto vende kanë humbur çdo betejë demokratike, për sa kohë OJF-t dhe OJQ-t kanë qenë zëri kryesor opozitar në vend. Në momentin që populli i këtyre vendeve ka arritur që të instrumentalizojë dhe ta institucionalizojë opozitën e vet, ka arritur sukses dhe ka arritur demokratizimin edhe reforma zhvillimi që e kanë shquar drejt Bashkimit Evropian. Kështu që në këtë pikë duhet të ndalojmë. Më vjen çudi shumë që intelektualët edhe njerëzit e medias e kanë prekur shumë pak këtë pjesë, ose nuk e kanë prekur as pak, por ky është realiteti. Po, por të mos harrojmë Blerë që kjo është një protestë qytetare tashmë. Protesta qytetare, po të gjithë një mendësi politike, pro ose kundër, dhe duke qenë protestë qytetare, vetë qytetarët duhet të shkojnë deri në lartësinë e duhur, edhe të dinë edhe të reagojnë, edhe të dinë të kërkojnë mbështetje, por edhe të dinë kujt t'i japin mbështetje. Për shembull, një formë shumë ideale se si mund zhvillohet protesta nëntarme, është që të gjithë zërat e qytetarëve të arrijnë edhe të kërkojnë një bashkim të gjithë faktorëve opozitar.
Ndërkohë që është kërkuar vetëm bashkim adetar, flamur, këto janë histori tifozligu futbolli, njerëzit bashkohen shumë më lehtë në futboll. Ideja është që të bashkohen në një mendësi politike. Kush është mendësia politike? Se çfarë do të ndodhte Bler nëse do të bashkohesh në një mendësi politike? Çfarë do të ndodhte Bler nëse do të bashkohesh në një mendësi politike? Ata mund të kenë gjyrimet e tyre politike, partijake, po mendësia politike kryesore është heqja dhe çarrënjosja e këtij regjimi që e manipulon votën. Po, të mos harrojmë që aty në protestë mund të ketë persona të cilët kanë votuar kryeministrin aktual, por kanë votuar edhe opozita. Sa po të thash. Ideja është që ngjyrimet politike mund të jenë ndryshme, por mendimi politik është ta heqim ndërhyrjen tek vota ose të sillim një demokraci të brendshme popullore. Kush është demokracia e brendshme? Është që secili ta gjejë veten aty ku është, pa metodat e presionit ose joshjes. Atëherë, Bler, nga ana tjetër mendon se ka ndonjë procedurë që në këtë rast pra është përshpejtuar për shkak të profilit të investitorit? Të gjithë profilet me buxhete të larta investimi janë preferuar të pushtetit. Nuk është bërë as një gjë e jashtëzakonshme, nuk e di pse duan ta paraqesin sikur janë shkelur procedurat ose vazhdimisht në Shqipëri, në momentin që është një investitor, domethënë ata që i kërkon pak gjërat më me nxitim edhe më shpejt edhe ka buxhet lart, është i preferuar sistemit. Kështu që nuk përpjekja për ta paraqitur si një profil që vjen nga Amerika, nga perëndimi, edhe kemi shkelur procedurat është thjesht për të hedhur i syve qoftë medias, publikut apo edhe faktorëve ndryshëm partijak ose politik që po na e kërkojnë këta dhe i kemi bërë thjesht për si një formë presioni, por siç thash në momentin që bëhet fjalë për buxhete të larta dhe investime, domethënë se procedurat kanë qenë gjithmonë në përshpejtim. Çfarë sinjali jep fakti, Bler, që SPAK po heton një projekt tashmë që qeveria e konsideron si një model zhvillimi strategjik? SPAK, për shkak të ndjeshmërisë, përpiqet që ta justifikojë. Tani SPAK, duhet pranojmë që është bërë edhe një faktor tjetër politik dhe përpiqet që të jetë korrekt politikisht, edhe për publikun, edhe për të justifikuar vetveten. Unë jam skeptik për SPAK, me keqe ardhje, e kam thonë edhe në për studiot tuaja, sepse duhet të reagoj edhe duhet sjell shumë gjëra më pozitive për vendin, për sa kohë dikur ka pasur besueshmërinë edhe vetbesimin e gjithë parlamentit, majtas edhe djathtas, dhe duhet ta justifikonte këtë. Por mbi gjitha, përveç votave në parlament, që mund të nxirren tjera pretendime lidhe me këto votime, që janë bërë në parlament, kryesore është që duhet të justifikojë besimin e qytetarëve, që gradojnë SPAK-un si një institucion relativisht me besueshmëri, por për që qenë i besueshëm duhet të japësh prova. Dhe nuk mund të japësh prova vetëm sepse ti ke hapur hetime apo sepse ti po mbyll hetimet. Drejtësia e vjetër ka dërguar njerëz edhe zyrtar prapa hekurave. E ka bërë drejtësia e Berishës, e ka bërë në mënyrë domethënëse madje, e ka bërë edhe drejtësia e vjetër e viteve të para të rilindjes, por SPAK duhet justifikoj besimin e qytetarëve. Bler, nga ana tjetër kryeministri ka thënë se pas këtyre protestave dhe reagimeve fshihen interesa politike sipas tij. Pra, mendon se rrezikon e gjithë kjo qasje tashmë të zhvlerësoj shqetësimet, legjitime të gjithë atyre qytetarëve që po protestojnë në shesh?
Shqetësimet legjitime aty kanë qenë edhe prandaj ngul më e fortë edhe them që ja për shembull këto ditë janë targetuar nga një grup i vogël. Unë besoj se janë shumë i vogël, janë targetuar element opozitës institucionale ose të forumit rinor të Partisë Demokratike si të bëjnë edhe një farë derivimi politik që nuk është fare e hishme edhe po ta marrim në mënyrë shumë reale edhe të sinqert ta të ri kanë qenë në çdo kauzë, në çdo opozit, në çdo protestë, edhe në protestat me prapavi të qartë politike ose partijake, por kanë qenë edhe në opozita qytetare. Forumi rinor ka qenë një prej zërave më të sinqerta dhe më domethënës gjatë kësaj kohe. Ka reaguar edhe duke qenë pjesë e shumë organizimeve, por janë vazhdimisht aktiv edhe në rrjetet sociale, janë të padorëzuar. Kështu që ashtu si edhe departamentet tjera, për shembull të partive politike të opozitës, por po flasim për këta të ri që po sulmohen edhe po shpallen si armiku i popullit ose armiqtë e popullit. Një gjë shumë e pahishme, edhe në qoftë se do vazhdohet në këtë mënyrë, do kemi efekte negative. Si ke parë Blerë ndërkaq dhe thirrjen e vetë atyre protestuesve të cilët kërkojnë mes pankartave, por sigurisht edhe thirrjet e tyre Ramën burg, por edhe Berishën burg? Por qeni sinqert, se ndoshta miqtë mi, kolegë tjerë, ndoshta mund të rezervohen të kjo pjesë për ta thënë, por fakti që thrasin Berishën burg, ndoshta Berishën nuk e shqetësojnë as pak. Pse? Sepse në qoftë se ky projekt, që unë kam dyshimet e mia, që nuk besoj që t'jetë projekt i familjes Trump, por në qoftë se është një projekt i familjes Trump, fakti që ata targetojnë Berishën, dhe thonë Berishën burg, po e nis tek Berisha, Berishën burg thjesht e pastrojnë Berishën nga pretendimi që mund bëj pushteti që nuk po na le Berisha dhe opozita për t'ju sjell ju investitor në Shqipëri dhe në Ballkan ose për t'sjell investime nga Amerika, domethënë. Mund ta përdorin këtë kartë, pushteti mund ta përdorte si kartë që këto protesta po i zhvillon Berisha si një anti-amerikanizëm etj. Domethënë kjo nuk e shqetëson Berishën, besoj. I shqetëson opozitar edhe demokrat të cilët nuk i duket as pak e hishme dhe as pak e sinqertë edhe vërtet që të barazosh Edi Ramën me Berishën. Berishës për çështjen e Partizanit që kanë dërguar në SPAK janë hap dhe janë bërë artikuj që në 2010-ën, në 2011-ën, edhe prap duke i quar në përgjykata, duke i quar edhe në SPAK edhe nuk po arrin t'i gjejnë vërtet fakte reale, jo prapavi politike, por reale juridike, se si ta kryqëzojnë Berishën. Edhe si mund ta barazosh, për shembull, Berishën në burg me Ramën burg, kur për Ramën edhe për ministrat e tij, për drejtorët e tij, për kryetarët e bashkisë të tij, për vetë diskursin politik të Ramës, ka prova për shembull të implikimeve domethënëse. Domethënë këtu duhet pa çështja që demokrat caktuar ose opozitar caktuar i shqetëson ky barazim. Sepse duket sikur e relativizon për shembull dëmin e këtyre 13 viteve të rilindjes. Ky është shqetësim, kurse për Ramën edhe vetët të siguroj që edhe vetët do ndiheshin për shembull të çliruar në qoftë se Rama me fijet e veta do të çmontohej për shembull. Qartë. Mirë, Blerë, ndërkaq do duhet ndalesha për të mbyllur tek një lajm i fundit i cili tashmë po qarkullon në media, ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë hequr në ngratën zotit Berisha dhe familjes së tij të vendosur në 19 maj të vitit 2021. Sa e vërtetë është kjo, Blerë?
Unë besoj që është shumë e vërtetë dhe unë sapo e lexova diku, domethënë para pak minutash, pritej kjo, ishim në pritje të kësaj, sepse për shkak të vetë dosjes, pa dosje që ishte atje, ose për shkak pretendimeve, për shkak disa informacioneve që dolën si prapavije edhe si fushat e rilindjes edhe Sorosit ndaj familjes Berisha për ta kryqëzuar politikisht. Për shkak këtyre gjërave dije që në momentin që ka një kundër reagim, administrata amerikane është e tillë që vërtet ka burokraci, por t'jep edhe zgjidhje. Edhe pritej, e prisni më herët, për thënë në vërtetën, por ky është një lajm i mirë edhe një deklaratë ose një prononcim akoma më zyrtar edhe të institucionit do të ishte shumë pozitiv në qoftë se të gjithë ata njerëz që protestojnë aty do ta kuptonin drejt. Dhe kush është kuptimi drejt? Fakti që Amerika e ka pranuar që persona caktuar, njerëz të caktuar, të administratës kaluar kanë gabuar, ndoshta për informacioneve të gabuara ose për shkak të presionit të ndryshëm politik brenda Amerikës ose edhe jashtë Amerikës, kanë bërë një shpallje non grata të padrejtë, domethënë. E qartë. Si duket e kanë vendosur në peshore me gjithçka çfarë po ndodh, dhe ndoshta burokracia atje ndoshta ka planifikuar që ta bënte ndoshta edhe në një hap tjetër, por ky është nëse ka një deklaratë akoma më zyrtare, sepse e pash lajmin, do ishte një lajm shumë i mirë edhe do i jepte sinjale të gjithë atyre që janë në për protesta dhe që po thrasin për protesta, për t'i adresuar problemet në vendin e duhur edhe për të kërkuar mbështetjen në vendin e duhur. Shpresoj shumë që ndërgjegjja qytetare dhe popullore të shkojë në kufit e thyrjes së egos personale ose asaj çfarë kanë deklaruar më përpara, sepse njerëzit duke u vënë kundër për shembull opozitës vazhdimisht kanë dëmtuar vetveten, ata nuk e kuptojnë, edhe qytetarët, edhe njerëz të medias, edhe njerëz publik, duke vendosur vazhdimisht opozitën nën shënjestër, ata kanë dëmtuar më shumë vetveten se opozita, se opozita aty është partia politike e dyta me gjithë infrastrukturën e manipulimit votës, është e dyta në vend. Shpresojmë që të bëhet e para dhe që qytetarët bashkohen tek fakti i një kthimi edhe një suksesi politik kombëtar që është hasur nga 2005 deri në 2009 së paku. Sepse janë bërë shumë arritje, domethënë se që janë pranuar nga gjithë faktorët. Dikur mbani mend njerëz me pozicione dhe me profile të majta që në 2009 për shembull kishte shumë deklarata nga krahu mat që thoshin nëse Berisha arrin që të çojë në Prishtinë edhe të hapi tunelin e Kalimashit para zgjedhjeve të 2009-s, ne do votojmë Berishën 2009, kështu që nuk janë